Kam qenë pikërisht para 10 vitesh si kjo periudhë 10 vite më parë për një transmetim televiziv pikërisht në Bunkart, por sot është një emocion më i veçantë për të ardhur dhe për të bashkuar diversitetin kulturor midis shqiptarëve dhe refugjatëve të cilët vinë këtu për të ditur më shumë kulturën shqiptare. Do të kthehemi pas në retrospektiv në shumë vite më parë në historinë shqiptare se si ka qenë dhe çfarë duhet të dinë refugjatët që vinë në Shqipëri për të njohur për kulturën tonë dhe për të adaptuar akoma dhe më mirë në këtë vend. Do doja që të ndiqni disa nga emocionet që po përjetojnë këta refugjatë që kanë ardhur këtu dhe anëtarët e shoqatës Nexhat Albania. Shufto! Përshëndetje të gjithëve, unë jam Ela Deda, sot së bashku me shoqatën Nexhat Albania vizituam ambientet e Bunkartit këtu tek Fresku në Tiranë. Për mua ishte hera e parë dhe do doja të jepja 2 mendimet mia personale, u argëtova shumë, u kënaqja shumë, ishte një e kaluar që unë nuk e kisha jetuar sepse po flasim për vite shumë të hershme. Dhe ajo çfarë pash ishte një nostalgji, sepse çfarë kishim dëgjuar ne pa me syt tanë. Ja shumë e lumtur që sot ndodhem këtu, ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe do të shihemi në aktivitete të tjera. Faleminderit.